Hizbollahun në Libani, këto përligjen më pastaj si financime për një kauzë të drejtë të mbrojtjes së muslimanëve që po torturohen e tjerë në Palestinë. Jep të drejtë Iranit, kjo është fatkeqësia. Prandaj mendoj që kjo luftë që është bërë në Palestinë, mënyra që është politikën që e ka aktualisht Izraeli, mungesa një vizioni të qartë, të cilat për paqe dhe drejtësi, që taktikisht mundën me dhënë fitore, po kam përshtypjen që mundën me i kriju humbje strategjike afatgjata, është o vendosë përëndimin e siklet. Që të halëkom. Se nuk ka mundësi ti me përdorë më retorikën e vetëmbrojtjes me afër 40.000 viktima. Tu për ligj me një sulm terrorist që ka ndodhur e para diku rreth 20 muajve. Pra, unë po mendoj që kjo është do paraqit një rrezik në rikonfigurimin e diskursit politik në raport me përëndimin, e që ka më na afektuar edhe neve. Unë veç që të halëkom. Sepse për që është Irani një regjim që duhet më urzu ato kur fat dileme nuk kam hiq. Prandaj unë po them që Izraeli ndoshta duhet me rimendu politikën e vet me Palestinën, edhe me u mjaftu me kufit të cilët tashmë ja ka pranuar OKB-ja dhe mos me vendos në pozitë cikletshme as Amerikën, as alatët ndërkombëtar, kur është në pyetje e drejta absolutisht e vetëvendosjes. Sepse shoqërorën e kemi edhe deklaratat të Amnesty International, të Human Rights Watch, që e kemi edhe, domethënë, GND, që ishin jashtëzakonisht të prera në kualifikimet e veprimeve disproporcionale të Izraelit në Palestinë, me kualifikimin matronat mundshme. Prandaj që kjo çështje e Izraelit mund është të pëngu për shkak se është duke për ligj në perceptimet e boshteve tjera, shumë të rrezikshme, antidemokratike, përfshi Kinë, Rusi, që edhe vështirësojnë, domethënë që relacionin edhe që rivalitetin. Amo këto që përdore për perëndimin në raport me regjimin në Arabi Saudite dhe në Iran, pra të njëjtë perëndimi e bën pra me ujgurët musliman, pra në Kinë që thotë, pra ju nuk e keni a priori me muslimanët që po sakatohen Kinë, si që janë ujgurët këtë rast, po merrim me këta të Gazës për qëllime tjera. Pra, çdo krahasimet ngriten, ju e ngritet te aspekti asaj që nuk e kanë bashkallin me demokracinë në Iran, përdoret të kjo në raport me hipokrizi, në raport me mbrojtjen e muslimanëve për shkak këtë rast ujgurët, që po, që me thonë ata në një moment edhe mos flas pra se çapo ju bojnë mashjeve atje, pra. Pjesëtarëve çati komuniteti. Ktu s'ka mund asnjë dilemë që në geopolitik, real politika është ekstreme dhe sentimenti njerëzor, domethënë as që merret parasysh në ekuacionet politike. Është bile Irani për mua që përmend më herët edhe nga profesor Dogulli, po nuk është veç Irani që është rrym shiite që nuk po na pranoj ka neve edhe me i rehabilitu disa qarqe fundamentaliste, po asta s'pëna pa njohin, nuk pëna njohin neve se në shiit, jo e ki edhe Algjerin, e ki Mauritanin, e ki edhe Libanin që është pak a shumë i përzin, ki edhe shumë shtetet tjera sunite që neve nuk na njohin. Këto do dojmë qenë vendet shtetet të muslimonin mos të madhe nuk e njohin Kosovën. Po jo, po 22 sojnë në Ligën Arabe, më duket 10-11 gjithashtu dikun na kanë njoft. Po dua të them, po ajo që dua të them është që këto janë shembulle më i mirë se si edhe tek popullata duhet me u kuptu që qëndrimi jonë politik në fundit duhet me u mat sa ne po arrim me mbrojt interesat tona politike edhe të asigurojmë mbjetesën tonë historike në raport me kërcënimet e mundshme. Kështu që Okej, çdo që tha Gola, veç edhe një element tjetër dështa me përmend. Pse është më rëndësi që ne ta kemi një qëndrim të balancuar? Se fakti që s'ka njohur domethënë gjysa e shteteve arabe. Balancuar në çet konflikt Izrael-Iran apo në përgjithësi? Izrael lindje mesme, po me theks veçantë Izrael-Palestinë, sepse tek Palestina mendoj që shumë lehtë afektohet sentimenti njerëzor, dhe di njerëzit më mobilizu. Mendoj që me Yasser Arafatin është kriju një falloj sentimenti s'po them global, po ti mundesh me pa edhe në për universitete amerikane, organizime studentore që po solidarizohen në Palestinë.
pra sentimenti është ma let i prekshëm edhe i targetueshëm aty, edhe normalisht kjo më pastaj mund të përdohet, domethënë edhe politikisht. Por ajo çfarë unë deshta të them është që pse ne duhet jemi të motur, sepse edhe pse nuk na kanë njoft, Irani është përjashtim se ai vetëm që nuk njeh, po është edhe agresiv mos njohjen e tij, ne kemi nevojë për to. Për shkak se na kemi dështu në antarësimin e UNESCO, edhe ne Interpol, na kemi nevojë për votat e tyre. Prandaj gjithmonë je ndërmjet një nevoje pragmatike për krajën e tyre për antarësimin e organizatave ndërkombëtare, po në anën tjetër ti duhesh me rujt edhe. Po vërtet është se na me vota kur s'kishim fituar kur gjë, mos sa kishim pas Amerikën. Pra votat na ka siguruar Amerika, por që i bjen na në rastin e UNESCO-s na kena pas mungesë votave të shteteve që na kanë njohur si Polonia, Japonia. Ka organizata rajonale në cilat na s'mundëm mu antarësu, atë veç si Amerika thjesht nuk nis asnjë email, që më thonë pranon. Pra nuk duket teknikisht, po megjithatë gola e shtrin një pikpamje që është e ndryshme prej nesh edhe një mendim që i kontribon debatit, pra që mos mi dhonë fortëzër në atje, do me thonë edhe me pas që situata është paksa ma komplikume, si mos golet, pra që nuk mund është mi përjashtu çështjen palestineze në secilin variant që çfarë se të ndodh atje. Jo, e vërtet, edhe shoqëritë si na nuk kanë nevojë me jep opinion edhe mu deklaru, sidomos nëse si pyet kërkush kur gjë. Nëse s'pyet kërkush, s'ki nevojë me fol. Sigur s'ka më na pyet. Edhe s'ki nevojë fort me fol. Natyrisht, gjithmonë duhesh me ditë kush janë aleatët e tu. Edhe gjithmonë duhesh me ditë që aleancat vlerësohen kur ditët janë të vështira, jo kur janë të lehta. Çfarë duhesh me ditë kanë ki aleat. Qëre, na po flasim këtu për Izrael, kinse ka ekzistu alternativë. Pra, kinse kanë ekzistu mundësit për marrëveshje, qoftë me popullin palestinez, qoftë me rajon edhe me fqinësi. Kinse ka pas alternativë. Mund tjetë ka pas, na që tu prej Prishtinë atë punë s'mundëm i ditë. Çka mundëm me kuptu është që prej deklarimeve publike edhe përcjelljes formalit procesit, shihet që ato alternativa edhe mundësit e përzgjidhjes së problemit përmes mjeteve politike vitet e fundit kanë qenë të pamundsume. Edhe ti vjen në situatë mas 6-7 tetorit, kur ka ndodhur? Mas 7 tetorit vitit 2023, ti vjen në situatë kur ti si shtet nuk ki qare pa reagu. Pra, mas masakrës që shkaktohet në mbi civilt izraelit me 7 tetor 2023 nga ana e Hamasit, ti duhesh me reagu. Tash, forma e reagimit e ka prodhu një tablo e cila është e lahtarshme. Shkatrimi kështu gati total i Gazës. Mirë po, teksa zhvillohej që kjo. Teksa zhvillohej krejt që kjo tragedi. Njeri nuk mujke pa pyet vetën një send të cilin edhe forcat aleate e kanë shtru si pyetje në momentin kur e kanë pushtu Gjermaninë pas luftës dytë botnore. Edhe kur ka fillu procesi i denazifikimit. Ajo është kush o këtu fajtor. A është fajtor kreu ushtarak edhe kreu politik i Gjermanisë, apo është fajtor e shoqënia gjermane. Sa thellë është fut bindja ideologjike naziste, sa thellë është ajo në shoqëni. Qëtë pyetje, unë mendoj që dilemë mas shumë dhe ka kompliku ardhja e regjimit të Homeinit 1979 në Iran, kur edhe është patentu termi fundamentalizmi islamik. Ma herët s'ka ekzistu si term. Prej ardhjes së Homeinit fillon mu përdor kjo. Fatkeqësia e madhe e atij regjimi është që ajo është përpjek 50 vjet me sukses të konsiderueshëm me e kriju bindjen që t'jesh musliman
duhet t'jesh pa tjetër kundër perëndimit. Edhe kjo është mendoj favori më i keq që ka mujt dikush ndonjëherë në histori mi ia bo një botkuptimi shpirtnor edhe një konfesioni çfarë është Islami. Që gjithsesi e ka manipulu, e ka utilizu, e ka përdor për me prodhu një qëndrim kundër. Pra, prej Homeinit e tutje, ideja e Islamit shumë shpesh është keq përdor si rreshtim ideologjik antiperëndimor e sidomos anti-amerikan. Nuk ka qenë historikisht e vërtet që t'jesh musliman edhe t'i takosh konfesionit islam, duhet t'jesh pa tjetër kundër perëndimit. Para revolucionit iranian? Sidomos përpara. Për shembull, Bashkimi Sovjetik e ka pas bajrakun e një farë betejë ideologjike antiperëndimore. Edhe ka pas shumë shoqni, përfshirë edhe shoqni krishtene, që kanë qenë formalisht kundër idesë së perëndimit si bartës i elementeve qendrore progresive në botë, çfarë është demokracia liberale, sistemi kapitalist e tjerë. Pikrisht. Mirë po, që kjo bindje, e cila përmes Hamasit është bo gati tregim i përgjithshëm edhe i popullit palestinez në Gaza. Edhe ti tash nuk e din me e bo dallimin mes një militantit Hamasit në Gaza edhe mes një qytetari civil në Gaza. Me qenë se Gaza ndryshe prej pjesës tjetër palestineze, bregut perëndimor, ku ekziston edhe qeverisje tjetër, çfarë është Mahmud Abbas edhe këta. S'është Hamas, janë këta pjesa PLO. Tash reagimi i Izraelit në Gaza ka qenë reagim jo proporcional, me qenë se bëhet fjalë për një bashkëdyzim, një galvanizim mes një grupi militant me ideologji të përcaktuar, që është realisht është antiperëndimore e është specifikisht anti-izraelite, edhe masës së madhe të popullit që jeton atje, e cila për një arsye ose tjetrën është e detyruar, nëse jo mu pajtu me atë qëndrim ideologjik, atëherë s'paku mos mi rezistu atij qëndrimi ideologjik. Edhe çka ndodh aty prej fund viteve të 90-ta në Gaza, sidomos çka ndodh mas vitit 2006, kur forcat izraelite përfundimisht tërheqen prej Gazës. Edhe Gaza mbetet si një rajon, si një territor totalisht autonom në dorën e palestinezëve. Çka ndodh atje është një mobilizim masiv ushtarak, ideologjik i Hamasit, i cili shkon qas thellë. Unë mendoj edhe në mënyrë shumë pa ndershme e përfshin popullatën palestineze në motivin e vet. Fillojnë mu ndërtu bunkera pranë shkollave, fillojnë mu ndërtu tunele përfundi spitaleve, në një mënyrë që kjo bindje, që nëse je musliman dhe je palestinez, duhesh pa diskutueshëm t'jesh kundër perëndimit, pa e shtru kur pyetjen pse. Kjo e ka prodhu një situatë çfarë është prodhu edhe në Gjermani viteve 30-ta. E ajo është kush ka faj këtu? A ka faj Adolf Hitler edhe shpura e vet nacional-socialiste, apo edhe Gjermani i fundit i cili është i gatshëm mi nxon besë